Nise re në moshë, vetëm 17 vjeçë me një kaos shumë të rëndësishme. Pse? Dhe si nisi e gjithë ideja? Arsia ka qenë humbja e një familjari, them, prej kancerit gjirit. Edhe unë thash, jam e prekshme në këto tema dhe thash, pse mos inspiroj të tjerët të kujdesen për veten, jo vetëm për jetën e tyre, por kanë fëmijë pas, edhe duhet të jenë ambicioze dhe të jetojnë për fëmijët e tyre, do me thënë, jo vetëm për veten e tyre. Mbajtë eventin e parë, në thuaj pak si shkoj, kush ishte i pranishëm, si u ndjeve ti pasi që prezantove një kaos kaq të rëndësishëm? Ka pas profesor, ka qenë profesori imi që gjithmonë më ndihmon edhe tek librat andej kënej, ka qenë profesor Muhaxher Haruni, ka pas të shoqatës, dhe me thënë që jam edhe unë si shkrimtare aty, ka pas profesor nga fakulteti, do me thënë, ka qenë vetë prezident doktor Argjent Imeri, do me thënë kam inspirim, do me thënë të përcjell mesazhet tek të rinj,